shëndetin në përgjithësi mund të ketë tematika nga më të ndryshmet që mund të trajtohen dhe sigurisht termat janë të shumë llojshëm. Ne mundohemi që ta thjeshtojmë sa më shumë atë çfarë sjellim në program për të patur një informacion të përgjithshëm. Dhe sot po flasim për hemoragjinë cerebrale. Jemi ndalur fillimisht tek shkaqet, tek simptomat, tek ajo çfarë ndodh pra në tru dhe çfarë i ndodh njeriut në vazhdimsi për shkak të kësaj pasoje, po themi. Dhe ajo çfarë ne tani do të vijojmë të flasim ka të bëjë me rekuperimin. Dhe fizioterapia është gjithashtu një formë e cila ndihmon pacientin për të marrë veten pas hemorragjisë cerebrale apo jo. Hemorragjia cerebrale është një ndër sfidat më të mëdha që të rikthesh ato që mund të rikthesh ke një pacient që e ka kaluar. Pasi është shumë e vështirë, ka shumë lodhje, mundim psikologjike që ti duhet të merresh shumë me pacientin. Pasi ka pacient që kalojnë në pjesën e këtyre ankteve, streseve, jo nuk e bëj dot, nuk e dua, nuk arrit do ta hedh këmbën, edhe neve jemi gjatë gjithë kohës 300% me këto pacientë, janë shumë pacientë vështirë, por benefiti që merr e këto pacient është shumë i madh, sepse merr dikë që nuk lëvizte dot gishtin, edhe ti e bën që ai të ecë i lirshëm, edhe ti rikthehet një jetë normale si gjithë të tjerët. Por është shumë e rëndësishme vlerësimi në fazat e para post-kirurgjikal ose pa kirurgji, varet se si ka qenë rrjedha e hemorragjisë apo e strokut që mund të ketë ndodhur. Gjithmonë muajt e parë janë muajt më të rëndësishëm për këta pacient, pasi truri pëson një restart. Edhe momentin që ti fillon ta trajtosh pacientin, shtrirë nuk bën mirë. Si tjetë mundësia 2-3 veta që bëhemi gati në palestrën tonë që kemi në klinik, mundohemi të mësojmë ato hapat e para keq, si mund tjetë, vetëm të vëmë në lëvizje që trurit filloj të marri sa më shumë informacione. Pjesa kulminante që merr informacione janë 3 muajt e parë. Me fjalë është një kurbë rritëse në mënyrë të frikshme, shumë e madhe, edhe aty duhet të jetë pjesa më shtyse për pacientin që të reagojë sa më shpejt. Pastaj fillon merr avash, me fjalë nuk arrin dot të marrë atë 100% që si 3 muajt e parë. Vazhdon deri në një 6 mujor që merr shumë lëvizshmëri, forcë, ekuilibri është shumë e vështirë ke këta pacientët, edhe është gjëja kryesore që ne bëjmë në klinik. Pastaj fillon edhe zbehet, edhe durimi i pacientit fillon çik zbehen sa do ti mundohesh ti bësh lojra të ndryshme, ta bësh të kërcej, ta bësh të hidhet, për çfarë, me fjalë, çdo lloj gjëje që ne bëjmë në jetën normale, a kupton? Edhe po zbehet, fillon edhe ritmi atyre, po shiko se nuk ndihem mirë sot, anashkalojnë, ka pacient shumë të çuditshëm që shikojnë atë orarin, se me këta pacient ti nuk ke orar, sepse ti nuk mund të punosh një orë, punosh me këmbën, punosh me kofshën, punosh me dorën, punosh me supin, fjalë janë shumë. Edhe normalisht aq sa kapacitet ka ti do t'i japësh, se nuk mund ta rëndosh shumë, por që janë pacientë shikojnë atë orën dhe thonë, shiko, vajti ora fikse, thotë, a do iki unë, nuk kam fjetur gjumë natën, jam i lodhur, kanë shumë djesi dhe ti duhet të jesh punosh edhe psikologjikisht paralel. Absolutisht shumë. Do të ishte e kundërta, mendova që duhet të kenë një dëshirë shumë të fortë për të pasur jetën që kishin, për të ecur nëse bëhet fjalë në këtë rast, për të lëvizur siç duhet. Në momentin që ti je një njeri normal, edhe gdhihesh, që nuk çohesh dot nga krevati, pjesa e psikologjisë tënde është shumë e rëndë. Elementi psikologjik është shumë i rëndësishëm te pacientët, pra sa e kërkojnë ata ose sa është. Po, pjesa psikologjike me fjalë shiko ti do bësh mirë, por që ka shumë pacient që nuk arrin t'i marrin sa do ne mundohemi shumë, deri aty është piku siç e tha dhe doktori, që ka funksione që nuk arrin 100%. Edhe ne mundohemi pasaj të përshtasim me anë të një suportit, kur është drop footi, ke pjesa e këmbës që është akoma shumë e rëndësishme, mundohemi të mbajmë një suport. Duhet ta kthejmë sa më përpara atë pacient që të ketë mundësin të bëjë nevojat e veta personale dhe të dali dhe të shijoj jetën. Shiko, tash të ka ndodhur kjo, por neve do marrim maksimumin e kësaj gjë, nuk vrapoj dot, do vraposh. E shty, sepse normalisht aty fiton edhe reflekset. Me fjalë, ka një gamë shumë të madhe ushtrimore, psikologjike, shumë, janë shumë pacient që duhet të japësh shumë nga vetja jote për të marrë
Sa do përgjigje? Prandaj ndërhyrja është multidisiplinare në këto raste. Për këtu futen lojë edhe mjekët psikiatër. Në një situatë të tillë mbi vendosje një gjendje depresive, që është shpesh dhe ajo e pengon shumë pacientin për rekuperimin. Kështu që mund të ndihmohet edhe nga një mjek psikiatër me antidepresant e tjera me radhë. Pra ajo që po diskutojmë, pra gjendja psikologjike është shumë e rëndësishme. Dhe ne shpesh bëjmë screening për pacientët nëse kanë gjendje depresive përpara një ndërhyrje kirurgjikale e tjera me radhë. Pra që të kuptojmë se sa i hapur tjetë për... Në një screening, gjendja depresive? Patjetër, ka screening nga mjekët përkatës që të është realizojnë teste ose nëpërmjet anamnezës mund kuptojnë. Po cila është pasoja, po themi, tipike që të i rendisim edhe këto pas hemoragjisë cerebrale? Atëherë, pasojat më të rëndësishme pra si thua është deficiti motor. Një pacient se ka një problem me ndjeshmëri nuk është ankohet shumë, por deficiti motor është shumë i rëndësishëm sepse është invalidizues. Dhe kjo është një punë në grup. Kjo është shumë e rëndësishme për të kuptuar. Nuk është një punë individuale. Rekuperimi i pacientit është një punë në grup që kërkon ndërhyrjen e shumë specialistëve. Ne si mjek kemi një gjendje të kuptojmë që kur një pacient ka shanse të mira të rekuperojë dhe kur ai ka shanse shumë të ulta që të rekuperojë. Pa thjesht duke parë ekzaminimet imazherike. Unë, domethënë në përgjithësi, mjekët neurolog, neurokirurg e tjerë me radhë janë gjendjet që të kuptojnë që një pacient vërtet mund të përfitojë shumë. Por nuk është vetëm rekuperimi, janë dhe disa elemente shumë të rëndësishme të tjera, për shembull fizioterapia ka vlerë në parandalimin e ankilozave artikulare. Kjo është shumë e rëndësishme, sepse një njeri i cili për shkak spasticitetit që nuk lëviz një anësi, shpatulla mund të ngrijë. E bën frozen shoulder dhe këto janë shumë të rrezikshme sepse japin pastaj dhimbje kronike të tjera në radhë. Por shumë e rëndësishme ajo që përmendi më parë, lëvizjet, qoftë edhe pasive, janë të mira sepse parandalojnë trombozën e venave të thella, që mund është një shkak i rëndësishëm i morbiditetit të njeriu që rri shtrirë për kohë gjatë. Njeri mund të vdesë dhe të bëjë trombemboli pulmonare masive thjesht nga qëndrimi i shtrirë. Prandaj fizioterapia ka shumë rëndësi dhe rehabilitimi ka shumë rëndësi. Qoftë në aspektin rehabilitiv të vetë deficitit motor, po dhe parandalimit të komplikacioneve të tjera. Absolutisht, se edhe momentin kam pacient që kanë gati 2 vite që ka kaluar strok, edhe pjesën e kraut nuk i ka ardhur asnjë lloj ndjeshmërie. Pjesa e këmbës normalisht është ajo hecja tipike, por që ecën gjithë shkallët, por nuk arrin do të fusi të gjithë pjesën e muskujve fleksor në punë. Që janë muskujt që mbledhin, fleksoria e muskujt përpara. Edhe pjesën e kraut nuk e ka fare, me fjalë nuk arrin të bëj as edhe një lloj lëvizje. Sepse nuk ka vepruar në kohë apo është lloji i problematikës? Është lloji strokut që ka qenë edhe nuk ka bërë ndërhyrjen atë. Po, këtu do ndalesha pak të llojit i goditjes së hemoragjisë, pra nëse kur janë dëmtime kortikale, pra të korës së trurit, shanset e rekuperimit janë pak më të mëdha, sepse truri ka një veti që quhet plasticitet. Kur dëmtohet një pjesë, është një gjendje që një zonë tjetër e trurit të marrë funksionet e pjesës së dëmtuar. Dhe ne dimë për shembull, nëse një pacient ka një dëmtim të korës së trurit në, po themi, pamundësi ose lëvizje dobët e dorës ose këmbës së njërës anë, por ndjeshmëria është e mirë, atëherë ne gjykojmë që ka shpresa që ky pacient nëpërmjet fizioterapisë të përfitojë, sepse fibrat e tjera rekrutohen për këtë lloj funksioni. Por nëse është një dëmtim në zona të thella të trurit, për shembull ku kalojnë fibrat e traktit kortikospinal, për shembull në kapsula interna është një zonë në cilën përqendrohen shumë fibrat e motore, atëherë ai është një dëmtim shumë i rëndësishëm që gjasat në të cilën ai mund të rekuperojë është shumë e ulët. Por është shumë e rëndësishme ajo që diskutuam, jemi përpara një pacienti me deficit të ri dhe ai duhet të, si thua, të di të jetojë në kushte të reja, në atë lloj forme. Pra ai duhet përshtatet dhe të bëjë të njëjtat aktivitete që ka bërë përpara në këtë lloj situate. Sot mjekësia ka ecur shumë, ka bërë dhe disa, po themi, trajtime avangard, janë ato që quhen brain interface machine, që janë bërë në klinikën Mayo për herë të parë, në cilën implantohen, po themi, qarqe elektronike në sipërfaqe të trurit dhe ato stimulojnë zonat veçanta. Prandaj themi trajtimi është multidisiplinar. Edhe ne shpesh i themi pacientëve që kemi bërë gjysmën e punës, gjysmën e ka fizioterapisti tani për të vazhduar
trajtimet. Po dhe kjo është shumë interesante, kjo implementimi i këtyre çipeve që vendose, sepse në momentin që ti nuk ke asnjë lloj mundësie për ta risjell nga komplet pjesë i stafit mjekësor që ne jemi, a kupton, si mjekët edhe në fizioterapistët, pse jo, kjo është një zgjedhje shumë e mirë. Dhe për më tepër, shumë spasticiteti sot ka dhe mënyra tjera si trajtohet, që nga trajtime të natyrës ortopedike deri te trajtime neurokirurgjikale mirëfillta, më kupton, me ndërprerjen e fibrave nervore të veçanta ose tjera me radhë. Pra, qasja është multidisciplinare në këto raste, por ajo e shpjegova edhe më parë, nëse nuk kemi dëmtime në zona kritike të trurit, shanset që të rekuperojnë janë shumë të mira për pacientët. Unë kam pas pacient, me fjalë 2 pacient me të njëjtën diagnozë, malformacion arteriovenoz, një pacient është shtruar kirurgjisë 1 muaj mbasi i ka ndodhur, një pacient tjetër është nështruar kirurgjisë 3 ditë mbasi i ka ndodhur. Edhe kanë një qasje komplet të kundërt me njëri tjetrin. Me njëri nga pacientët kam diku 3 muaj që merrem, absolutisht kryen çdo gjë, gatuan, hecën, vrapon, normalisht jo ai vrapi. Po. Edhe kurse ky djali që më ka ardhur tani së fundmi në klinik, nuk kemi asnjë problem motorik apo ekuilibri në të folur, normalisht është pak turbull në raste të caktuara, por që është akoma gjatë shumë freskët për të thënë që është 100%. Por nga ana motorike, unë jam habitur. Jam habitur seriozisht, sepse një pacient që ka kaluar gjithë hemorragji të madhe, edhe në krye të 3 javëve të vi në klinik, edhe unë i bëj të gjitha testet, edhe rria e shikoja të shumë, rri me një këmbë, po, qonë me të gishtave, po, rri me themra, hec me të gishtave, hyp në balancë që ditën e parë, po, të shumë, që ke ardhur ke unë, të je për marshallah. Kjo është një fjalë nga pacientin pacient mënyrë. Ne po flasim këtu vetëm për deficitin motor, por ka shumë deficite neurologjike. Të jashtëzakonshme. Ne kemi deficite logjike. Po të jashtëzakonshme shumë. Ka njerëz që kanë heminegligjencë. Po. Pra, nuk janë në gjendje që të perceptojnë anën e majtë të tyre. Po. Të trupit. Të trupit. Si nga pikpamja vizuale, sensore ose edhe të trupit. Ka pacientë të cilët kanë vështirësi në të folur. Pra, i mund tjetë shumë mirë nga ana motorike, por nuk është në gjendje që të flasë. Dhe kjo është një deficit shumë i rëndësishëm. Njëri që nuk është në gjendje të shprehet, është deficit shumë i rëndësishëm. Tjetra ka njerëz të cilët nuk janë në gjendje që të kuptojnë se çfarë i thuhet. Ndërkohë nuk ka asnjë deficit të natyrës motore. Pra, ka njerëz që kanë deficite neurologjike në të cilët nuk janë gjendje që të bëjnë mbledhje, zbritje ose aritmetik. Apo memorje, pjesën e memorjes, ose deficite të memorjes, qoftë afat shkurtër, qoftë afat gjatë. Ka njerëz që kanë probleme të rëndësishme me ekuilibrin, pra ai nuk ka asnjë lloj deficiti motor, por ka probleme shumë të rëndësishme me ekuilibrin. Prandaj, si thuash, tematika është e gjerë. Pra kur flasim për rehabilitimin e sistemit nervor, kemi shumë elemente. Rehabilituesh me deficitet pakën të kuptimit ose të folurës? Varet nga mënyra si thuash, e lezionimit të zonës, si thuash, etiologjia, arsyeja dhe kozjatja. Dhe sa e gjërë është kjo zonë që është dëmtuar. Por, e thamë dhe më sipër, truri ka një aftësinë e plasticitetit. Dhe sa më i rritjet pacienti në moshë, aq më shpejt rikuperon shanset e... Ja, është ullur mosha e goditjeve e hemorragjisë cerebrale? është ullur sepse hipertensionit tani është dhe në moshat e reja, një nga shkaqet kryesore. Ndërkohë, goditja për shkak të hemorragjisë vjen në moshat e reja, shkaku kryesor janë anomalit vaskulare dhe trauma. To janë të lindura, kupton, prandaj janë dhe më shumë në moshat e reja. Nuk ka kuptoj prindi nëse fëmia e tij ka pasur një anomali. Ka disa statistika në varësi të popullatave të veçanta, për shembull aneurizmat janë më të shpeshta në popullatën finlandeze dhe japoneze, po në Europë janë pak a shumë me një incidencë, po themi 10 raste për 100.000 banor, afërsisht, po supozojmë. Pra, ndryshon nga popullata në popullat, po nuk është se njerëzit merren dhe bëjnë ekzaminime pa pasur asnjë gjë, që hajde shkojmë, po bëjmë një ekzaminim detajuar. Ajo nuk është se cila asnjë lloj ti e ke, dhe nuk është se cila asnjë lloj shqetësimi. Gati te 1-2% e njerëzve, si gjetje incidentale, domethënë në kuptimin që ka pasur fëmijë që kanë pasur hemorragji cerebrale dhe kanë ardhur te kjo? Ka pasur fëmijë që në mosha të vogla me malformacione arteriovenoze, po dhe me aneurizma.
ose edhe me kavernomat, cilat janë gjetje. Pra janë rastet që i kanë të lindura këto probleme. Po, janë raste të lindura. Ne i themi shpesh herë një min me sahat në kokë. Pra njeriu nuk e di se kur ndodh hemorragjia. Se kur ndodh. Ka ndodhur shumë personaliteteve në botë, kupton? Disa president amerikan, aktor, tjerë njerëz shumë famshëm. Edhe është shumë e papritur në fakt. Është shumë e papritur. Pra nuk ka asnjë lloj shenje. Paralelon dot se nuk e di që e ke. Asnjë lloj shenje, prandaj ne i quajmë min me sahat. Dhe jo vetëm në rastet e lindura, por edhe në problematika të tipit diabeti, hipertension, kur kombinohen këto të gjitha me radhë janë raste që ti sikpret dhe mund të ndodh krejt papritur dhe të ketë pasoja pastaj në fizik. Mund të ndodhin, prandaj njerëzit i neglizhojnë dhe edukimi, si thuash, mjekësor është një element shumë i rëndësishëm, që mos neglizhojnë një hipertension arterial. Duhet mjekuar në mënyrë efikase. Janë disa këshilla tjera, për shembull, sasia e kripës. Një pacient hipertensiv nuk mund të marrë më shumë se 3 deri në 3.5 gram krip në ditë. Ne vetëm nga i fet bukë në Shqipëri që nuk kontrollohet se sa krip mund të ketë brenda. Nuk e dallojmë. Ose një sallatë që mund të hash, ose bylmetin e tjera me radhë. Pra sasia e kripës që marrim ne mund të jetë shumë e lartë. Praktikisht nuk duhet konsumoj krip për aq gramatur të ulët. Po patjetër, në Bashkimin Evropian ushqimet janë të kontrolluar për sasinë e kripës. Nuk janë kështu që mund t'i hedhësh sa të shijoj. Sa të shijoj. Se shqiptarët janë edhe shumë të çuditshëm. Kam pasur shumë raste që kanë ndodhur stroke apo hemorragji cerebrale. Edhe janë pacientë që kanë filluar një trajtim mjekësor për pjesën e hipertensionit. Po hipertensioni nuk t'i jep as dhimbje, nuk je pas siklet, asgjë. Edhe i lën ilaçet, ndërkohë kam pasur dhe diabet, i kanë lënë ilaçet, e më unë mirë jam çka kam, unë pse duhet ta marr. Në krye të 3 muajve, 4 muajve kam mësuar hemorragjin cerebrale, sepse janë të çuditshëm, po si ti një person që vuan, sepse edhe 3 vjet që ta fillosh atë ilaç, ti e ke të shoqëron për gjatë gjithë jetës. Kur nuk lihet ai ilaç, që momentin e parë që ti e merr ditën e parë. Shumë sa ky elementi dhe ne themi që momenti që diagnostikohesh me hipertensioni ka disa vite që ka filluar. Pavarësisht se ti ke ngul që mata dje, kështu po ka paktën disa vite dhe se kur kap vlerat larta shqetëson, por jo gjatë gjithë kohës ti e di që do kesh predispozitën për të pasur. Sa larg duhet të jetë, se mbase trëmben njerëzit. Sa i lartë duhet i tensioni që të themi që mund të kaloj një hemorragji? Hipertensioni, ajo varet për shumë faktorë. Nuk ka të thotë, varet nga gjendja e enëve të gjakut, nuk e kalkulon dot faktorët e si do ndodhi ku të ndodhi. Por hipertensioni arterial, si thua, kriteret e saj kam, si thua, në vazhdimsi janë ulur. Pra që nga shumë vitet 70 ato janë ulur sepse është parë që hipertensioni është një faktor, po themi, që ndërhyn në shumë strukturat të trurit. Të trupi, të zemra, të veshka, të ente vogla të gjakut, si thua, dëmton shumë organe, nuk është vetëm truri në këtë mes. Të retina, njerëzit bëjnë hemorragji retinale, e tjera me radhë, pra ka shumë arsye në pse hipertensioni është rëndësishëm për tu trajtuar. Për të ruash dhe të trajtosh. Do shkojmë në publicitetin e fundit, kthehemi pas pak.